Zonja dhe zotëri, mirë se vinin në klubin sportiv. Unë jam Drilon Xhebollari dhe mbyllën vazhdim do të jemi së bashku për cilë tek ju zhvillimet më të fundit nga bota e sportit. Do të flasim për Nedim Bajramin, i cili duket se ka rilindur në Skotësi pas një fillimi tepër të vështirë të kampionatit. Ndërkombëtari shqiptar ishte protagonist në ndeshjen në kampionat duke shënuar një gol të rëndësishëm nga pika e bardhë e penaltisë në barazimin 2-2 që Rangers regjistroi kundër Dundee United. Lidhur me këtë performancë, Bajrami u shpreh: "Kam shumë eksperiencë me penaltit dhe më vjen mirë që mu besua dhe e shënova. Ka qenë një sezon zhgënjyes. Më është dashur të pres shumë kohë për shansin tim. Jam rikthyer në skuadër dhe i lumtur që po ndihmoj ekipin, por një barazim nuk është i mjaftueshëm për ne. Fola me trajnerin kur erdhi, isha me ekipin kombëtar dhe mendova se luajta mirë kundër Anglisë. U ktheva, mora shansin tim. 3 muaj më parë isha larg, tani jam kthyer. Ky është futbolli, nuk është mirë kur servitesh gjithë javën dhe më pas nuk je në skuadër, por tani jam i lumtur që po ndihmoj skuadrën", u shpreh ndërkombëtari shqiptar. Mirë, tani do të flasim për rezultatet e javës së 14, e cila u mbyll me 2 sfidat e mbrëmjes së djeshme, ku flamurtari arriti një fitore shumë të rëndësishme 0-1 në transfert kundër Egnatias, ndërsa Vora Vllaznia u mbyll në barazim 0-0. Sfidat e tjera të Smërkurës, Dinamo Tirana 6-2, Teuta Elbasani 0-0 dhe Partizani Bylis 1-0. Në kryet klasifikimit qëndron Elbasani me 26 pikë, ndjekur nga Vllaznia me 25, Egnatia 25, Dinamo e 4, 23, Teuta me 22 në vendin e 5, Partizani afrohet me 17 pikë në vendin e 6, Vora me 16 pikë, Flamurtari 13 pikë, Bylis 13 pikë dhe Tirana me 7 pikë. Është zgjedhur edhe formacioni më i mirë i javës 14 të superiores, ku Spikat, ekipi i Flamurtarit, por edhe Dinamo për performancën fushë. Trajneri i javës është zgjedhur tekniku i Vlonjatëve, Moriero, për suksesin e arritur në Rogozhin. Ndërkohë, formacioni vazhdon si më poshtë me portierin e Flamurtarit mes shtyllave Alekskovski, në mbrojtje Musta, Ferreira dhe mbrojtësi Flamurtarit Çankajis dhe Marku. Në mesfush Qerdaku, Maçolli, Dalipi dhe në repartin e sulmit Kontreas i Partizanit, Ramiza Rezi Flamurtarit dhe Bregu i Dinamos. Për diskutuar për atë se çfarë prodhoi kjo javë, do të zhvillojmë intervistë me kryedaktorin e Sport Express, Claudio Ndreca. Claudio, përshëndetje. Vilon, përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi të diskutojmë, një fitore shumë e rëndësishme nga Flamurtari, i cili ngjitet në vendin e 7 dhe jep shenja jete pas ndryshimeve në pankinë. Si jep këtë sukses dhe ku e sheh këtë Flamurtar? Sigurisht është një fitore shumë e madhe e Flamurtarit, një ekip i cili e nisi në mënyrë katastrofale të sezon të ri, por për fatin e mirë të fëmijëve, tashmë kanë 5 ndeshje radhase që nuk e njohin humbin, dhe kjo edhe në sajt të trajnerit të ri, siç e the ti. Në fakt, presidenti Idrizi ka investuar prej kohësh në këtë klub dhe për fat keq i gjithë ai investim nuk i është kthyer ashtu siç duhet, dhe ndoshta ka marrë edhe kritika paksa të tepërta, megjithëse edhe tifozët kanë të drejtë sepse nuk duan që ta shikojnë ekipin, nuk duan ta shikojnë Flamurtarin e madh të historisë të Katandisë në kategorinë e parë apo divizionet të tjera, të jo vetëm që nuk i përkasin, por edhe kjo e lidhur në superiore nuk i përket Flamurtarit që kërkon atë Final Four. Besoj se është një shkundje, ndoshta ka ndryshuar komplet situatat e Flamurtarit, është me një stadion të ri shumë fantastik, i kanë të gjitha kushtet, tifozërinë e kanë dhe duhet përmendur dhe i detaj shumë i bukur që Flamurtari dje fitoi si në fushë dhe jashtë fushës, pasi flota kuqezi, tifozët e Flamurtarit kanë thirrur në korë emrin e trajnerit kundërshtar, Gjergj Tova, një gjes shumë human, njerëzor, por pavarësisht se ekipi i tyre ndoshta nuk ka rezultate më të mira të mundshme, e gjetën pak kohë për të menduar edhe për trajnerin kundërshtar, pasi Tova kaloi një operim, një ndërhyrje kirurgjikale në zemër që për fat të mirë shkoi ashtu siç duhet. Ata kanë thirrur emrin e trajnerit Gjergj Tova dhe gjithë stadiumi Egnatias është ngritur në këmbë duke trokitur të gjestë të tifozëve të Flamurtarit. Pra është një fitore e tifozëve të Flamurtarit dhe ekipit të Flamurtarit kundër Egnatias. Ç'po ndodh tek Vllaznia pas humbjes me Teutën, rezultate tjetër negativ me Vorën në Shkodër. Duket sikur po largohet nga i start impresionues dhe a është në rrezik Final Four-i?
Çdo drejton, unë besoj se është më shumë formula e këtij kampionati, por më shumë ekipet e kampionatit se sa thjesht lëkundit e vllaznisë. Nëse ti shikon ekipet e superiores këtë sezon, vetëm Bylisi dhe Tirana më do duken paksa më jashtë loje. Tirana më saktësisht se dhe Bylisi ka Merelios, një teknik shumë i vjetër, apo Krane për gjojnë dhe për ndrecën mund të bëj dëm në çdo moment, mund ta vështirësoj jetën. Dhe duke hequr këto dy ekipe, gjithë pjesa tjetër janë ekipe të cilat e pretendojnë realisht finale fore. Nuk e di se kush mund quhet e dobët apo me letë kalueshme në këtë rast. Teuta që ka një super ekip, Elbasani që është aty duke kërkuar me drejt, Partizani që ka emrin, pra janë të gjitha skuadrat të cilat e kërkojnë me të drejtë finalfore dhe për të ne kemi bërë edhe një shkrim të Sport Expressi që ndoshta dhe kjo rënja Partizanit apo Tiranës çfarë tregon vetë, tregon rënjen apo ngritjen e futbollit shqiptar. Logjikisht duhet të tregonte rënjen e futbollit shqiptar, por unë besoj se tregon ngritjen e futbollit shqiptar. Arsyeja është shumë e thjeshtë, sepse nuk po fitohet më me fanell. Pra kemi ekipe të cilat po investojnë fuqishëm dhe po marrin ato që duhet. Ka ikur koha që ti fiton thjesht sepse quhesh Partizan apo sepse quhesh Tirana. Ndoshta në një sezon tjetër Tirana mund kishte shumë më shumë pikë edhe me këtë lojë, edhe me këtë lojtar, nëse do të ishte sezonet e kaluara. Ndërsa tani nuk të fal askush, motivimi është 100% aty, sepse është dështim edhe për Teutën nëse lë pikë me ekipet e Gnatës apo të Partizanit. Pra janë gjithë aty duke kërkuar me të drejtë pikët për të luftuar për final fort. Dhe e parë me këtë këndvështrim edhe për vllaznin, besoj se nuk e shikoj si një duatje jashtë normale zgjën, mund të ketë ndoshta edhe probleme të brendshme, por që në vit të përgjithshme unë besoj se janë lëkundje shumë të pranueshme dhe ndoshta më mirë që ndodhin tani, sepse do vi një moment që ti do të kesh lëkundje, është sigurt kjo gjë, por duke ardhur në këtë moment është shumë më mirë se zakonisht kemi mësuar që te vllaznia ti bëjnë këto lëkundje përfundimtare, ti bëjnë në fund të kampionatit atë kur ti nuk e kohë më që të përmirësosh gjën, siç ndodhi edhe vjet që iku titullin nga duar. Elbasani është në krye të superiores, si mjaftoi barazimin Durrës, Teuta e sulmoi fort fitoren, ishte ekipi më i mirë në fushë, por nuk ja doli. Si e sheh këtë Elbasan dhe a beson se Teuta ka potencial për Final Four? Elbasani është një nga ato raste të cilat duhet parë në vëmendje, është një nga ato raste ku suksesi duket i garantuar, e ka marrë çdo gjë në mënyrë graduale dhe çdo gjë në mënyrë të logjikshme. Nuk ka ardhur Elbasani papritur dhe të marrë direkt vendin e parë dhe më pas ta lëshoi, edhe vjet ne mbajmë më shumë mirë se si ishte shumë pranë në final forit dhe ndoshta nëse nuk do të ishte fati që të Partizanit të kishte Skënder Gegën, Elbasani do të ishte në Europë në atë sezon. Por me Skënder Gegën u arrit ajo fitore minimale që mjaftoi që Partizani të shkonte. Pra para në këtë këndvështrim, besoj se Elbasani është një histori suksesi dhe është një histori ku ka edhe një trajner si Gozdenovic, i cili është vetëm për të vlerësuar, ne zakonisht i ndajmë njerëzit në shqiptar apo në serb, themi gjithmonë se serbët janë këqij, por Gozdenovic është një nga ato raste që serbët ndoshta ndonjëherë mund të qellojnë edhe njerëz të mirë si punë Gozdenovic, duke parë gjithë sjelljen e tij me shqiptarët, me mediat, duke pasere duke folur edhe në gjuhën shqipe. Pra ka edhe njerëz punëtor, ka edhe njerëz të mirë kudo ata jetojnë për të komësisë tyre. Dhe edhe te Elbasani kur ka Gozdenovic shumë mbaj mend që tifozët dolën kundër dhe kërkonin që ta largohej sa më shpejt, ishte mundur me një pas zyrtarizimin e tij, por koha në fakt i dha të drejtë drejtuesve të klubit, sepse me këtë trajner Elbasani po shkon lart dhe besoj se do të jetë një ekip i cili mund ta kërkojë vendin e parë me plot drejtë, me plot merit dhe me plot logjik. Ne ana tjetër Teuta, një Teuta e cila po merr rezultate shumë të mira, një Teuta e cila edhe në stadium ka më shumë tifozë nga çfarë pasur zakonisht, një Teuta e cila është gati për të luftuar bëjësisht me këto, por besoj se ndryshe nga Elbasani, Teuta do ta bëj një vit prove me drejtuesit e tij, me ata orientuar të krijojë ekipi ashtu siç duhet dhe më pas të sëmojë në sezonin tjetër. Elbasani ne shikoj një hap sipër. E qartë. Shkurtimisht se jemi në fund dhe një koment për shortin sot, çfarë presim, keni pritshmëri? Se përket shortit të sot, ne urojmë shumë që të mos kemi më përballje me ekipet evropiane, që tashmë ne jemi përballur të gjithë nga ato skuadra, urojmë shumë që të kemi një përballje luks me Argjentinën, me Brazilin, me Uruguayn, me Brekun e Fiklish, pra me ekipe cilat ne nuk kemi ndeshur asnjëherë në historinë tonë, edhe ta shijojmë sa më mirë të mundemi nëse do të arrijmë dot deri aty. Urojmë shumë, kjo është lutja dhe kërkesa që mos na bëjë asnjë ekip i Evropës në short, jo për vështirësi, por që të bëhet akoma më shumë emocionuese gjëja. Klaudio Ndërsa, ishte kënaqësi të kishim program. Shumë faleminderit Lino. Mirë, do mbyllim me një lajm fundit, skandal në futbollin turk.
Prokurorët urdhëruan ndalimin e 46 personave përfshirë futbollistë nga klubet e nivelit të lartë, president klubesh, komentatorë dhe të tjerë si pjesë e një hetimi të zgjeruar mbi bastet e brendshme në ligat profesioniste të Turqisë. Midis atyre që janë të arrestuar është Mehret Hakan, mesfushori 31 vjeçar, i cili është kapiteni i Fenerbahçes. Lojtari akuzohet se ka vënë baste në ndeshjet e ekipit të tij në faqet e internetit të ligjshme përmes personave të tjerë. Për më tepër, Jandas nuk ka luajtur ende asnjë minutë këtë sezon. Midis 26 lojtarëve të tjerë të ndaluar janë edhe Baltaci i Galatasarayit, presidenti Adana Demirspor, si dhe drejtori sportivi Antalya Spor. Mirë, me këtë informacion kemi pritur në fund klubit sportiv për sot, duke falendëruar për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.